Deputeti i Frontit Evropian Salih Murat thos se maqënia e Veriut do të hyjë në një krizë më të thellë politike dhe për këtë arsye ata si koalicion kërkojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare që të mbahen bashkë me ato lokale. Sa i përket të zgjedhjeve lokale, Murat tha se Fronti Evropian do të garojë me kandidatë të përbashkët për kryetar komunash dhe me listë të përbashkëta për këshilltar komunal, duke shtuar se Fronti është i hapur për bashkëpunim me partitë e tjera, ndërsa tha se ndodhitë e fundit në Vlen kanë dëshmuar se ky koalicion nuk e ka legitimitetin. Kështu ne jemi të hapur, siç thon liderët tanë, për bashkëpunim me të gjithë subjektet në shtetin ton, me ndodhit në koalicionin Vlen, u dëshmua që ata nuk kanë legitimitet. Ne që thirremi në legitimitet, jemi fitues edhe në zgjedhjet presidenciale, edhe në zgjedhjet parlamentare, kishim 6 deputet më tepër. Ata vendosën koalicion mes Mjeshtrit dhe Qirakut, kështu duket, sepse ata e din. Ja, edhe vet Arben Taravari e pranoi se 70% të votuesve nuk kanë besim tek ata, se nuk vlerësohen në radhat e koalicionit. Maqedonia për mua me këtë do të shkojë në krizë politike dhe ne thrasim, ja në zgjedhjet e parakohshme, ta shohim kush do të jetë fronti i sinqert. Ndërkaq, pas zërave në opinion se ka tendencës që disa deputetë të opozitës ju bashkon shumicës qeverisës, Murat tha se ai është deputet i Frontit Evropian dhe nuk janë të interesuar që me çdo kusht të jenë në qeveri. Kujtojmë se situata politike në vend është e lëkundur, pasi kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari është larguar nga koalicioni Vlen, ndërsa edhe pse të hënën u takuan kryeministri Kristian Mickoski dhe Arben Taravari, ende nuk është e ditur se a do të vazhdojë të mbetet në qeveri apo do të largohet.